Kryetari i Partisë Demokratike Popullore Milan Knježević ka paralajmëruar sërish fillimin e një iniciative për të anulluar njohjen e pavarësisë Kosovës nga Mali i Zi, duke nisur nga niveli lokal për të kaluar më pas edhe në nivel qershor. Partia DNP është parti pro-serbe dhe pro-ruse në Malë të Zi dhe sipas kreut të kësaj partie, i cili më vonë ka qenë edhe partner brenda koalicionit qeverisës në Malë të Zi, procesi do të nisë me 12 maj, kur Kuvendi Komunal i Zetës, e cila filloi statusin e komunës në 2022, pritet të miratoj vendimin për çnjohjen e Kosovës. Udhëheqja në Zet ka tentuar disa herë të kalojë rezoluta dhe deklarata për çnjohjen e Republikës së Kosovës, ndonse pa fuqi juridike mbi politikën e jashtme zyrtare të Malit të Zi. Milan Knježević shprehu pritjet për vendimin e komunës së Zetës që do ta ndjekin edhe komuna të tjera malazeze ku popullsia serbe përbën shumicën, pa lënë me njanë Podgoricën. Ai njoftoi gjithashtu se do të dërgojë në Parlamentin e Malit të Zi një deklaratë zyrtare përmes së cilës do të kërkojë që ekzekutivi malazez të tërheqë njohjen e Kosovës. Ndryshe në Malë të Zi ende vazhdon debati mes forcave që mbështesin kursin Euroatlantik të vendit dhe atyre që kërkojnë lidhje më të ngushta me Serbinë dhe Rusinë. Mali i Zi ka njohur Kosovën me 9 tetor të vitit 2008.